Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e falenderojmë. Hadithi I sotëm prej haditheve të koleksionit të Buhariut, pra haditheve të përzgjedhura, nuk kemi të shkuar gjithsesi. Është hadith cilën e transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, Allahu qoftë I kënaqur me Amrin edhe me Abdullah djalin e tij, I cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: El muslimu men salima el muslimune min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. Musliman është ai prej cilët janë të shpëtuar muslimanët, prej gjuhës dhe dorës së tij. Dhe muhajir është ai I cili e braktis atë që Allah I madhruar e ka ndaluar. Që është teksti I hadithit me një përpjekje për me e përkthy në gjuhën tonë. Ndërsa kuptimet padyshim që edhe pse janë të qarta, po ka nevojë me I nxjerr disa mësime prej tyne. Shprehjet, nëse I marrim parasysh ka një, janë të qarta. El muslimu, musliman, në trajtën e shqume, është ai I cili vazhdon përshkrimi. Këtu bëhet fjalë për një musliman të vërtet, bëhet fjalë për një musliman jo thjesht në zanafillën edhe piknisjen e të qenit ti musliman, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don me na tregu se musliman në plotni edhe në të gjitha aspektet e të qenit musliman, në të gjitha aspektet e jetësimit të identitetit të muslimanit, atëherë mes tjera është edhe ajo që vjen në hadith. E prej kësaj të nderuar vëllezër e kuptojmë se ai formaliteti bazik I të qenit musliman që është me ju nënshtru Allahut fuqiplot, me ju nënshtru me vepra të dukshme, formale, konkrete, sikur se janë namazi, agjerimi, zeqati, haxhi, pastaj edhe vepra tjera me të cilat manifestohet identiteti I muslimanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam synon me shpjegu edhe jep mundësinë me e kuptu që Islami përfshin edhe shumë gjëra tjera, edhe sa më shumë të përfshi besimtari, njeriu, persone, gjëra të këtilla në aplikimin e tij të përditshëm, aq më musliman bëhet. Përndryshe, ne të gjithë e dim se edhe ajetet e Kur'anit edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur paraqesin Islamin e paraqesin me kuptime të lloj-llojshme, s'po them të ndryshme. Jo prej atyne, sidomos kur bëhet ndamja mes Islamit edhe imanit, e shohim se Islami e merr kuptimin e paraqitjes të jashtme, veprave të dukshme. Imani e merr kuptimin e përmbajtjes së brendshme në një prej kuptimeve. Allah I madhruar në këtë kontekst thot: "Kul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Në surën Hujurat është ky ajet kur flet Allahu për pretendimet e beduinëve, kur thonë kemi besu, Allah I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Thuju, mos thoni kemi besu, po thuni jemi nënshtru, sepse imani akoma nuk ka depërtu thellësisht në zemrat e juja." Por ka edhe atë kuptimin më të mirin e përfshirjes së të gjitha veprave, edhe të brendshme, edhe të jashtme, sipas asaj që thot Allah I madhruar për shembull për Ibrahimin alayhi salatu wassalam në surën Bekara: "Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Kur Zoti I tij I tha dorëzohu, bënu musliman, ai tha unë I dorëzohem Zotit të botëve. E ne të gjithë e dim se kjo dëshmi dhe kjo deklaratë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam e përfshin gjithë gjendjen e tij, edhe imanin e brendshëm, edhe manifestimin me vepra, edhe virtytshmërinë, edhe çndrueshmërinë, edhe gajretin që e ka bëu Ibrahimi alayhi salatu wassalam e kështu me radhë. E tash I kthehemi hadithit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "El muslimu, musliman, kuptimi musliman I vërtet, musliman I plot, musliman me shprehjet tona
me tona të mirat. Kjo është sikur, kjo në asnjë mënyrë nuk nënkupton se ai i cilit i mungon ajo çka përmend që tash hadithi, nuk do të thotë se nuk ka musliman, por nuk është musliman i plot edhe i vërtet. E çka po sugjeroj ka ky hadith? Thotë el muslimu men selima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman është ai që janë të shpëtuar edhe janë rahat muslimanat prej gjuhës së tij dhe dorës së tij. Këtu tash në të dyja këto që përmendet, edhe aktiviteti i gjuhës, edhe aktiviteti i dorës, s'kemi të bëjmë me manifestime konkrete të veprave të dukshme, po kemi të bëjmë me përmbajtje, me vetë përmbajtje që aktiviteti i gabum mos me i godit edhe mos me i prek muslimanat cilat po përmenden, edhe pse interpretuesit e hadithit edhe komentatorët e hadithit, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musliman është ai prej dorës dhe gjuhës së cilit janë rahat muslimanët, thot kjo shprehja muslimanët i përfshin edhe, se muslimanët është gjinia mashkullore, i përfshin edhe gjinin femërore, muslimanët edhe muslimanet. Po krahas kësaj i përfshin edhe ata që nuk janë musliman, e sidomos ata që jetojnë në mesin e një shoqërie muslimane. Muslimanët një vend janë shumicë, aty mund të ketë edhe jo musliman, ata jetojnë në paqe dhe në harmoni, nuk janë në luftë me njëri tjetrin, atëherë edhe ata i përfshin ky hadith. Muslimanët, muslimanet, bashkëqytetarët, bashkëjetuesit, bashkëkombasit që nuk janë në luftë, krejt duhet me konë rahat edhe prej gjuhës, edhe prej dorës së muslimane. Tash, gjuha edhe dora janë përmend në një renditje prap domethënëse. Gjuha është përmend e para për arsye se shumica e punëve të këqija, ofendimeve, lëndimeve, hymjeve në hak tjerëve, bëhen me gjuhë. Gënjeshtra, përgojime, bardhja e fjalëve, shpifja, e gjanat e ndryshme. Gjuha ka aplikim më të gjanë se sa fjala. Për arsyen e thjesht se njerëzit se sa fjala. Gjuha ka aplikim më të gjanë se sa vepra. Për arsye se njerëzit më shumë flasin se sa punojnë. Pastaj edhe për një arsye tjetër, se me gjuhë njeriu mundet me i prek edhe njerëzit që i takon edhe njerëzit që nuk i takon. Me gjuhë mundet me i godit edhe të gjallët edhe të vdekunit. Ndërsa insistimi profetik pra është që njeriu prej gjuhës vetë me i lënë rahat të gjithë njerëzit, edhe kjo është e rëndësishme shumë. Kjo është një peshoj, një kriter, një njësi matëse, e cila për një merë shumë interesante për se cilin prej neve, se cilin me vlerësu vetën, s'kem nevoj me vlerësu tjetërin, du të me vlerësu vetën në bazë të qësaj. A je ti aji që prej gjuhës tonë janë rahat njerëzit tjerë, që aty e merr vesh sa je musliman. Pastaj, thot, dhe prej dorës së ti, e këtu normalisht që përfshihen veprat, por ka vepra që s'bohen veç me dorë, ka vepra që bohen edhe me tjetër gjë, me kam, me kështu me radhë. Mirë po shumica e veprave, e sidomos shumica e atyre që kanë të bëjnë me tjetrin, që kanë të bëjnë me padrejtësit ndaj tjetrit, kryesisht bëhen me dorë, dhe për këtë arsye është përmend në radhë parë gjuha, pastaj është përmend dora, e kjo nënkupton padyshim që musliman i vërtet është ai i cili i lën rahat muslimanët prej fjalëve të veta edhe prej veprave të veta. E tash, kjo është minimumi, edhe nëse themi se hapi i parë ose shkolla më e ulët edhe më e gjanë është nënshtrimi formal që quhet musliman ai i cili e aplikon, atëherë do më thonë kushti më bazik është nëse donë me konë musliman, sahi janë ato kushtet e islamit, shtyllat e islamit, shahadeti, namazi, agjerimi, zakati, haxhi, edhe ato tjera që e plotësojnë këte, mirë po kushti i parë, gjendja e parë, bazike është me i lanë rahat njerëzit, edhe mos me ju bë danë.
as me fjalë, as me vepra. Dhe pjesa e dytë e hadithit thotë wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. Dhe muhajir është ai i cili e braktis atë që Allahu i madhruar e ka ndalu, ose atë prej çka Allahu i madhruar ka ndalu. Çka është muhajiri? Muhajiri është ai i cili e ka kry hijretin. Hijreti është zhvendosje, lanje e një venit dhe zhvendosje në një vend tjetër. Hijreti e ka përcjell njeriu prej se ekziston. Po e ka përcjell edhe muslimanin prej se ekziston Islami. Për arsye se në epoka dhe rrethana të ndryshme, hijreti është i domosdoshëm. Dikun jeton dikush, e ka obligim me jetu si njeri, si insan, si besimtar, si rabi Allahut fuqi plot. Në momentin që i bëhet e pamundur me i plotësu këto, edhe besimin, po edhe jetën e dinjitetshme për vete, detyrimisht ai detyrohet me u zhvendos prej atij veni, me u vendos një vend tjetër ku mundet me jetu si insan, edhe ku mundet me jetu si besimtar. Kjo është hijreti. Mirë po sipas këtij hadithi, edhe hijreti nuk e ka peshën e vet, nuk e ka vlerën e vet. Nuk është hijret cilin Allahu i madhruar e çmon, përderisa njeriu nuk jo vetëm me u zhvendos gjeografikisht, po me u zhvendos edhe qënsisht prej gjendjes së të veprumit vepra turlifare, në gjendjen e të veprumit vetëm vepra të lejume edhe të mira, ndërsa parimisht me i braktis ato vepra të cilat Allahu i madhruar i ka ndalu. Edhe me këto dy shprehje, musliman edhe muhajir, të vërtet, e me këto dy përshkrime e vrejmë se sa bukur, sa mrekullueshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkru se qysh do të me qenë muslimanit, qysh do të me e plotësu profilin e vetë, duke u shmang për veten e tij prej atyre veprave të cilat Allahu i ka ndalu, po njëkohësisht edhe duke i lënë rahat të tjerët për arsye se muslimani ka mision. E misioni i tij është me qenë i mirë për vete dhe përmirësues ose bamirës për tjerë. E s'ka mundësi me konë bamirës nëse është keqbërës, se s'shkojnë ato dyjat për njerë. Allahu thot, folni fjalë të mira, s'ka mundësi me folë fjalë të mira i që flet fjalë të këqija. S'ka mundësi me prit kujdes prej atij që është i pakujdesshëm e kështu me radhë. Kaq ishte sa i përket këtij hadithi, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.